أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot kalojmë në hadithin e 4 në këtë kapitull, hadithin 656 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم وأسأل الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه. Në Abu Hurairah radhiyallahu anhu i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Benu Israilet i qeverisnin pejgamberët. E çdo që vdiste një pejgamber e zëvendëson të tjetri, dhe dijeni se s'ka pejgamber pas meje. E pas meje do të ketë khalife, dhe ato do jenë shumë. E i thanë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: çka na urdhon neve në atë kohë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: përmbushne beslidhjen ndaj tyre një pas tjetrit. E pastaj jepjeni hakun tuaj atyre dhe kërkoni hakin tuaj nga Allahu. Sepse Allahu ka për t'i marrë pyetje ata për njerëzit që i kanë qeveris ata. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Pra, e sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala këtë hadith në kapitullin që flet për detyrat dhe obligimet e pushtetarëve ndaj qytetarëve, dhe jep një informat nga e kaluara. Këtu në këtë hadith përdoret fjala politik në gjuhën arabe, siase. Andaj tregon se pejgamberët tek Benu Israilet ishin ata që qeverisnin me popujt e tyre. Ishin ata që menaxhonin punët e tyre. Ishin ata që i zgjidhnin problemet e tyre. Ishin edhe pejgamberë Zotit, po ishin edhe mbretër. Edhe ata, do thot, e shfrytëzonin diturinë që va kishte dhënë Zoti, kapacitetet që i kishin për të rregulluar gjendjen e shoqërisë që ata jetonin. Andaj Imam Neveviu rahimahullahu taala e sjell këtë hadith për me tregu se pejgamberët më herët ishin ata që qeverisnin deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte vula e pejgamberëve, la nebije ba'di, pas me mos ka pejgamber tjetër. E mas pejgamberëve vin khalifet, khulafat. Khalife do thot zëvendës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke filluar që nga Abu Bekri radhiyallahu anhu deri tek sultani i fundit që ka qeveris me ligjin islam. Derisa e zbresin nga pushteti Sultan Abdul Hamidin e dytë rahimahumullahu taala xhemian. Domthon ishin të parë ishin Emevitët, pastaj Abbasitët, pastaj Selgjukët, pastaj Osmanlit, deri në 1924 kur përfundon qeverisja me
sheriat, me gjithë mangësi dhe dobësi që ka pas se cila etapë e tyre. E tani, ato do jenë shumë, normalisht se shekujt e shumë, 13 shekuj e kusur, në ato 13 shekuj, gjithsesi ka pas shumë khalife, e tani sahabët e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila është detyra jonë, si të sillemi na me ta. E tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo khalife që ekziston, muslimanët e kanë borx mi dhon besën e respektin detyra. Që quhen në gjuhën arabe beja, beslidhje. E bën marrëveshjen tonë me ta, në nshtrimin tanë ndaj tyre. Ata si pushtetar me qeverisë, me ty, e ti me ju nështru urdhënat e tyre. Njëri pas tjetrit, khalife i cili jeton kohën tonë, ja e beslidhen ati. Vdesaj apo ndryshohet, zëvendësohet, kush vjen mas, vazhdon. Normalisht, populli e ka obligim me përmbush marrëveshjen ndaj tyre. E ata e kanë obligim me i kry detyrat e veta ndaj popullit. Nëse një khalife nuk i kryen obligimet ndaj popullit, atë ti e lidh nga Allahu hakin tanë. Edhe këta pushtetar, khalife që ofshin, apo çfarë do pozite që kanë, nëse nuk i hapin hakin popullit vet, atë kanë me dhënë llogari para Allahu xhelal, si përfundoi hadithi, fe inna Allaha sa'iluhum, se Allahu ka më marrë pyetje për popullin që kanë qeverisë ata. A e kanë dhënë hakun apo jo? Andë ky është hadith që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, dhe tani kalojmë te pjesa e termeve që janë përdorur. Es-siyasa tesusuhum i qeverisin, i menaxhojnë, bëjnë politik. Në gjuhën arabe fjala siyasa e ka këtë kuptim. Wa hiya al-qiyamu ala shay'in bima yuslihuhu. Çdo punë që e bën njeriu për ta rregulluar, për ta bërë më mirë një diçka, është politik. Që në kuptimin fetar, sot termi politik e ka kuptimin e mashtrimit. E ka kuptimin e premtimit pa planifikim të realizimit. Premtimet boshe, premtimet e rreshme, qeverisja e padrejt, nepotizmi, këto janë sot kuptimi i politikës. Vjen pushtet me bo pare për vete. Vjen pushtet me e keq përdor pushtetin favorin e tij. Vjen pushtet masi mashtron elektoratin, premton dhe nuk i përmbush premtimet e veta. Andaj ajo që ndodh në vendet tona tash e 33 vjet tregon domosdoshmë se politikanët që qeverisin me vendet tona se kanë ngale as shtetit e as popullit. Vetëm ngale e kanë vetvetes. Klanit të vet, madje as të partisë së vet nuk e kanë ngale. Se brenda çdo partie ka klane, grupe, të cilët synojnë të bëjnë pasuri dhe të kenë pushtet brenda partisë dhe ata të vendosin për punësimet e njerëzve dhe normalisht punësimet nuk bëhen në bazë të meritokracisë, po bëhen në bazë të ndëgjueshmërisë, vazalitetit. Kush sa i nështrohet atyre që janë të fortë brenda partisë edhe ata punësojnë. Fatkeqësisht, kjo gjendje është në shumicën e partive politike në Ballkan përgjithësi, jo vetëm të shqiptarëve veçanti. Kurse në gjuhën e fesë, termi politik e pas ka kuptimin ndërmarrja e çdo hapit, e çdo veprimit për ta rregulluar një situatë, një gjendje, për ta bërë më mirë se sa që është. Kjo është kuptimi i saktë i politikës. Normalisht, ata që janë pushtet, ata që qeverisin, zakonisht kush i ndëgjon ata, krejt ata lavdrohen për sukseset dhe të arritur atyre. Mirë, kur ta krahasojsh të arritur atyre mes asaj që kanë premtuar dhe asaj që kanë realizuar, dallimi është shumë i madh. Kur ta krahasojsh mes asaj ku duhet me qenë gjendja jonë dhe asaj ku jemi na, është dallimi shumë i madh. Andaj do thot sot politika ndryshon krejtësisht për asaj që ka qenë kohën e Benu Israilve,
edhe deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, politikë bëjnë ata që marrin përsipër pushtetin e shoqërisë, e popullit dhe domethënë i menaxhojnë situatat e tyre. Termi el-bej'a, që hala sot e kësaj dite në për disa shtete muslimane përdoret, kur vjen një mbret musliman në pushtet, qohet paria atij popullit dhe populli atij popullit i japin besën e respektit, që quhen gjuhën arabe bej'a, që ne e përkthejmë si beslidhje, një marrëveshje ku populli i jep besën atij mbretit që ta respekton, ta ndëgjon dhe t'i nështrohet urdhave të atij mbretit, jo të rebelohet e t'i del karshi atij mbretit. Në gjuhën e fesë, termi beja e ka kuptimin e muaqada, kontratës e para, wal muahada, marrëveshjes e dyta, wat tawliyata, marrjen e pushtetit, përgjithësisë 3, wa badl al-ahdi ala at-ta'ati wan nusra, dhe dhënien e premtimit për respekt dhe ndihmesë. Donë shifna termi beja, beslidhje, është kontrat, është marrëveshje, është do thot respekt të pushtetarit dhe premtim për t'ju nështruar edhe për të ndihmuar ata. Pra është një kontrat mes popullit, ummetit dhe pushtetarit. Kontrat e cila i ndërlidh ata mes vete nëpërmes detyrave dhe obligimeve të ndërsjellta. Do thot pushtetari, halifeja, sultani, mbreti musliman, kur e merr përsipër pushtetin e një popullit, e merr përsipër edhe detyrat, obligime që ka ndaj atij popullit. Dhe kur populli e pranon një halife, një sultan, një mbret, me qeverisë me të, e merr përsipër me kry obligimet e veta ndaj tij. Nëse e mbani mend atë që e tham dje, vazhdon edhe sot. Jeta shoqërore është e ndërlidhur mes njerëzve të gjitha nivelet, edhe nivelet e pushtetarëve me shoqërinë, po edhe nivelin e shoqërisë mes vete, nëpërmes përmbushjes së obligimeve tona ndaj njëri tjetrit. Unë i kryj obligimet e mia ndaj xhamatit. Xhamati i kryen obligimet e veta ndaj meje si hoç. Nëse unë i kryj obligimet e mia dhe populli i xhamatit i kryen obligimet e veta, atëra raportet tona shkojnë duke u zhvillu, duke u forcu, duke u rrit. Nëse unë nuk i kryj obligimet e mia ndaj xhamatit, atëherë normalisht shkon të udopsu respekti i xhamatit ndaj meje. Edhe kundërta, nëse unë i kryj obligimet ndaj xhamatit dhe xhamati nuk i kryen obligimet e tij ndaj meje, si hoç, atëherë fillon respekti im ndaj tyre me u zvoglu. Sa të japim, marrim. Dhe kjo është rregull që na duhet me kuptu mirë, edhe në familje, edhe në xhami, edhe në mahall, edhe në komunë, edhe në qytet, edhe në shtet, të gjitha, edhe në organizat, të gjitha nivelet. Sa të japsh, do marrsh. Shumica e njerëzve, fatkeqësi shumica e njerëzve në këtë kohë dojnë me marrë më shumë sa që japin. Rallë gjë njerëzit që japin më shumë sa që marrin. Edhe ata janë që e marrin shoqërinë gjallë. Ata që japin më shumë sa që marrin. Për shembull, herojt e Islamit, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, sahabët përgjithësi, edhe tabiinët, edhe atba'u tabiinët, edhe imamët e Islamit, edhe dietarët brez pas brezi, deri sot ata japin më shumë se sa që marrin. Pse? Se një pjesë e madhe e tyre ka dhënë jetën, ka dhënë pasurinë, ka dhënë autoritetin për të përhap Islamin. S'ka kursi asgjë. Edhe s'ka prit as falendrim, as mirënjohje, as shpërblim nga shoqëria. E ka bëu për Allahun e Madhërisht. Edhe sot kemi na shumë trima dhe shumë heroja të Islamit, të cilët japin, sakrifikojnë edhe pasurinë e tyre, edhe autoritetin e tyre, edhe jetën e tyre për të mirën e Islamit. Dhe nuk presim mirënjohje nga xhamati as nga populli.
Ata e mojnë botën. Ata e mojnë umetin islam. Shumica janë konsumatorë, shfrytëzojnë rrethonat, situatat, mirat, ma shumë marrin se se japin. E tash, matematikat e dynjas, njeriu mendon se nëse merr ma shumë sa që t'jep, është fitues. Kështu mendon shumica e njerëzve. Se kur vjen puna me marr, e merr ti fitove. E shfrytëzove rastin me marr ti fitove. Kjo është matematika e dynjas. Nëse ti ma shumë merr sa që jep, ti e rahaton jetën tonë këtë botë, ama te Allahu nuk merr kur një sent. Bile ndoshta hin minus. Edhe andaj muslimani i vërtet, hoxh qoftë apo xhamat, duhet me mendu ndryshe s'ka. Duhet me qenë për atyre që ma shumë japin se sa marrin. Pse? Sepse nëse nuk ju paguhet mundi atyre në këtë botë, ju paguhet momentet ma të rëndësishme dhe ma të mdhoja të jetës së tij është në ahiret. Ama keni pasi është njeri, kur është puna qefi ti, kur është puna epshi ti, kur është puna saltanati ti, shëtitja e ti, rahatluku i ti, është i gatshëm me sakrifiku pasuri, me sakrifiku kohë. Kur vjen puna e investimit për jetën e ahiretit, aty vjen shejtani dhe pengon. Aty e jep një minimum kontributit. Për shembull, sa harxojmë na për qefet tona të kësaj bote, edhe sa harxojmë na për jetën e ahiretit. Sa harxojmë na për me bo një shtëpi në këtë dynjë, e 2, e 3, e 4, e sa harxojmë na për me bo pallat në xhennet. Sa harxojmë na me fitu pozitë dhe autoritet në dynjë, dhe sa harxojmë na me fitu pozita dhe grada të larta në xhennet. Secili për vete e bën hesapin edhe e shef se fatkeqësisht një pjesë e madhe, shumë e madhe e muslimanëve janë të mashtruar me jetën e kësaj bote, edhe me vullnet edhe entuziazëm harxojnë për këtë dynjë, kur vjen puna me dhomë për vete, me rregulluj jetën e tij pas vdekjes, aty e mat shumë holl, imt. Edhe nëse jep është diçka minimale, simbolike, në krahasim me atë që harxhon këtë dynjë. Andaj, si raporte, ti s'mundesh me prit me pas jetë më të mirë as këtë botë, as në ahiret, nëse më shumë tenton me marr se sa që jep. Tani kalojmë te pjesa tjetër e hadithit, analizës gjysore. E fillon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke fol për të kalumen. Çka ka ndodhur kalumen? Që pejgambert e Zotit, një pas një, sidomos ata që kanë qenë te Benu Israilt, a Benu Israilt janë popull i cili fillon historia e tyre nga kush? Ibrahimi a.s. I ka pas 2 djemë. Njoni ka qenë Ishaku, e tjetri ka qenë Ismaili. Edhe prej tek Ibrahimi a.s. Për këtyre 2 djemëve danë 2 fiset, 2 popuj në historinë e njerëzimit. Nga Ishaku vjen Jakubi, edhe bitë e Jakubit, Jusufi a.s. me kështu me radhë. Ate janë bitë e Israelit, se Ishaku, Jakubi a.s. quhet Israil. Israil do më thonë në gjuhën e vjetër, robi Allahut. Isra, rob. Il, Allah. Zot. Robi Allahut. E bitë e Jakubit do më thonë, vazhdojnë me qenë bitë e Israilit. Kurse nga Ismaili, vinë Arabët. Edhe, do të sot e kësaj dite, edhe Izraelitët më një anë, edhe Arabët në anën tjetër, pra vinë edhe takohen tek Ibrahimi a.s. E te Benu Israelit ka pas shumë pejgamber. Allahu Xhelal ka shu shumë pejgamber, derisa e ka përfundu me Isën a.s. Ndërto ka pas pejgamber që kanë qenë edhe pejgamber edhe mbretër. Ka qenë Davudi a.s., ka qenë Sulejmani a.s., e kështu me radhë. Ama te Benu Israelit pejgamberët kanë pas edhe pozitën e mbretit, po dhe Musa a.s.
Kanë udhëheq me popullin e tyre edhe si pejgamber, po edhe si mbretër. E tani kur flet ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të kalumen, çka do të thonë kjo? Do të thonë një ndodhi e vërtetë që ka ndodhur dhe një reflektim nga ajo e vërtetë historike që ka ndodhur. Edhe ata e kanë shfrytzuar autoritetin, e kanë shfrytzuar edhe diturinë që kanë pas për me i menaxhu dhe me i zhvillu situatat në formën më të mirë të mundshme. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, do thotë kur flet për Banu Israilit, realisht e zgjon kurreshtjen e lexuesit, e ndëgjuesit për këtë histori të pejgamberëve të merr vesh se si ka qenë zhvillimi i jetës së tyre, si ata i kanë menaxhu situatat dhe rrethanat. Davudi alayhis salam o kon i ri para se me u bo pejgamber i Allahut edhe mbret i Banu Israilit me kohën e tij. Ka qenë trim, ka qenë i ri, ka qenë luftar, edhe Allahu Dhu Gjelali ka dhënë pastaj mbretëni dhe ai ka qeverisë një kohë të gjatë. Pas ti Sulejmani alayhis salam ka marrë pushtet dhe ai ka pas pushtet edhe më të madh, sepse Allahu i madhëshëm atij ka dhënë edhe veçori, të cilat si kanë pas shumë njerëz në atë kohë. Dhe kur flasim na për Banu Israil dhe për pejgamberët e Allahut, normalisht kemi çka më fol. Se ka shumë ndodhi edhe e tërheq besimtarin me kuptue biografinë e tyre dhe jetën e tyre. Dhe alhamdulillah na kemi filluar në deset e tanës me fol për rrethimet kuranore për pejgamberët e Allahut Dhu Gjelal dhe nga jetët kuranore që flasin për pejgamberët kemi arritur deri te Salihu alayhis salam, kemi shumë gjëra interesante të cilat na i shpalosin me Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këta pejgamberët e Allahut. Pastaj tregon domosdoshmë se këta pejgamber një pas një ishin ata që kujdeseshin për çështjen e popullit të tyre dhe i qeverisin ato në format më të mira të mundshme në atë kohë. Pastaj tha kullama halaka nabiyun khalafahu an-nabi. Tregon se në çdo kohë ka pas pejgamber, s'ka mbet asnjë kohë bosh nga pejgamberi. Gjë që ka vdek një pejgamber e ka zëvendësu tjetri. Pse kjo? Për shkak se pejgamberët nuk kanë qenë vetëm se udhërrëfyes për ka Zoti, por kanë qenë edhe pushtetar që kanë menaxhu jetën e tyre. Dhe kjo vazhdimsi ka vazhdu deri në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na e dinë mollën e dinë pejgamberëve ka qenë Musa alayhis salam, ka qenë Isa alayhis salam, dhe pas Isa alayhis salam deri në ardhmën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë kaluar 570 vjet parafërsisht, dhe pastaj vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vula e pejgamberëve, dhe këtu e përmend wa innahu la nabiyya ba'di. Pas me mos ka pejgamber. Mbyllet pejgamberlloku me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë kjo për me kuptu se domethënë faza e pejgamberisë përfundon me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po nuk përfundon qeverisja e muslimanëve. Se s'ka pejgamber, nuk do të thonë që jeta e muslimanëve duhet të qenë kaotike, e pa organizuar, e pa rregulluar. Po përsëri do ketë zëvendësues të pejgamberëve që kanë me rregulluar jetën e muslimanëve dhe normalisht ju e dini pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me lidhjen e muslimanët për ta zgjedhur këtë çështje, edhe e vendosin një zëri që zëvendësi i parë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Këto sahabët e pranojnë unanimisht Ebu Bekrin si zëvendësin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Aliu radhiyallahu anhu, i cili nuk ka qenë në Medinë në atë kohë, kur vjen në Medinë dhe e merr vesh se është zgjedh Ebu Bekri si halife, vjen dhe i jep besën e ndëgjimit dhe respektit ndaj Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Gjithashtu do të tregon se ky hadith tregon edhe për të kalumen si e zhvillu dhe për të ardhmen si ka mu zhvillu. Flet për Banu Israilit dhe pejgamber që kanë qeverisë dhe flet për khulefat që do vinë pas tij. Edhe andaj ulemat kanë thonë fjalia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flet për të kalumen dhe për të ardhmen është mucize prej mucizave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk mundet me i ditë vetë ato që kanë kalu para ti
gjërat historike, edhe ato që do vinë përveç se me atë që i tregon Allahu subhanahu wa taala. Pastaj fjalia e sahabëve, madha ta'muruna, çka na urdhënon neve, si të sillemi na me ata zëvendës të tuaj, zëvendës tandin që kanë marrë domethënë halifet mas vete. Kjo nënkupton, thënë ulemat, se halifet që do vinë ka me pas shumë, edhe normalisht ka me pas situata të paqarta ose situata të mos marrëveshjeve. Se me pejgambert s'ka hapësi për mos marrëveshje. Ndëgjimin e tyre është detyrë obligim. Edhe ndaj xulefave është detyrë obligim. Mirë, po përderisa xulefat janë njerëz të rëndom, nuk janë pejgamber Zotit, atëherë ka mundësi të njerëzit e para mes pushtetarëve pas mos marrëveshje, dikush marrë me thonë ti si halife nuk ban, unë jam më i mirë, e tentu me rëzu një halife me marrë vetë halife, po ka mundësi që edhe njerëzit mos m'ia dhonë respekt e duhur atij që është në krye të vendit, në krye të shtetit. Andaj, çka na urdhënon është dëshira e sahabeve që të marrin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzimin, rekomandimin se si të i kalojnë situatat e padëshirueshme që kanë mundësi me ndodhë shoqërinë ku jetojnë ata. Qofshin në raport mes pushtetarëve, mes vete, kush ka e zëvendëson, edhe në koft në raport mes besimtarëve dhe pushtetarëve. Dhe normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep porosin ufu bi bai'ati, përmbushni beslidhjen tuaj ndaj tyre. El awwalu fal awwal. Merran. Kush është kryetar, pushtetar, mbret, halife, sultan, këtë kohë ati jep. Ndrotaj, zëvendësotaj, vdesaj, kush vere mas, dëmon e respektoni me rënd. Fa'atuhum haqqahum, ju përmbush një obligime tuaj ndaj tyre. Edhe kjo pjesë hadithit është ajo që e vërtetën atë që thash më herët. Raportet shoqërore ndërtohen në bazë të kryerjes së detyrave tona që kemi karshi pushtetit. Normalisht, para kësaj, ata që kanë pushtetin duhet me i kryej detyrat e veta karshi popullit. Edhe nëse qeverisen këtë formë, s'ka dyshim se jeta e muslimanëve e njerëzve përgjithësi ka qenë shumë më e mirë. Pra, është nxitje të popullatës që t'i kryejnë edhe të përmbushin obligimet e veta ndaj pushtetit, ashtu sikur se e nxiste pushtetin më herët që t'i kryejnë obligimet e veta ndaj popullatës. Gjithashtu, kur thot el awwal fal awwal, një pas një, do thot nuk lejohet me pas dy halife në një kohë. Edhe kjo është rregull fetar i veçantë që insiston te muslimanët mos me u paraqit dy kryetar, dy halife, dy mbretër në një kohë, për mbi një popull. Sepse ajo e copton forcën, edhe ndan shtetin. Andaj në Islam, sipas rregullave kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, insistohet që kryetari me kon një. Dhe nëse ai është i mirë dhe i drejtë, do thotë ai duhet me vazhdu me qeverisë me popullin. Dhe nuk duhet me i leju askujt me rivalizu atë. Me tentu me i dalë karshi dhe me ja marrë pushtetin. E me coptu popullin edhe me coptu e shtetin. Andaj, el awwal fal awwal, një pas një, cili është halif në kohën kur jeton ti, e respekton atë. Vdesaj, kush vjen tjetri, e respekton. Ndrotaj nga të parët e popullit, kush vjen pushtet, e respekton edhe e nderon atë. Pse? Sepse qëllimi i pushtetarit edhe i shoqërisë është me rrit unitetin brenda një shoqërie dhe mos me leju mu përqa popullin mes vete edhe me e shkatrue vendin e tyre. E pastaj edhe porosia e fundit në aspektin gjuhësor që del për këtë është se do thot përmbush një obligime tuaja ndaj pushtetarëve dhe kërkoni nga Allahu hakun tuaj. Pushtetari i drejt e ka gajle ma shumë përgjegjësinë e tij ndaj Allahut se sa përgjegjësinë e tij ndaj popullit. Edhe friga prej Allahut nuk e lejon një pushtetar me keq përdor pushtetin e vet. Shifni,
se njerëzit, kur janë pushtet, fuqin që e kanë, mekanizmat që i kanë, ndikimin që e kanë, i shpëtojnë përgjegjësisë para njerëzve. Për shembull, kur ka interpelancë, kur ka për shembull parlamenti në rrethonat tona kërkon me e vlerësu pushtetin e kryeministrit. A është e quajtur mirë apo keq? Edhe nëse për shembull bëhet shumicë e deputetëve që gjykojnë se kryeministri aktual nuk është të menaxhu mirë qeverinë, nuk është i zbatu premtimet e veta, nëpërmes interpelancës dhe votimit në parlament, shkarkohet kryeministri nga pozita e kryeministrit dhe shpallin zgjedhje të reja të parakohshme. Mirë po, sikur se e dim na, shumica dërmuese e interpelancave kalojnë pa sukses. Nuk arrin me arrit numër të mjaftueshëm për me shkarkuar kryeministrin. Pse? Se zakonisht kush e ka pushtetin, i ka ofertat e veta për me rujt shumicë e dërmuese. Dhe ju e dini për shembull, shpeshherë në këto parlamentet tona ka ndodhur që një deputet e vendos a mbetet qeveria e kaluar apo rrezohet e qeveri. Dhe në situatë pushteti aktual është i gatshëm me i dhonë shumë dobi dhe përfitime dhe privilegje atij deputetit për me e majtë pushtetin. Edhe në shumë situata të parlamentit ton ka pas situata kur janë premtuar dhe janë dhënë miliona që me majtë atë deputet me vete dhe me e kalu interpelancën, domethënë pa sukses. Do të thënë, pushtetarët e kanë mekanizmin për me i kapërci presionet që ja jep parlamenti, që ja jep populli. Mirë po, te na muslimanat, nëse ti mundesh me kapërci parlamentin, mundesh me kapërci protestat e popullatës, edhe me vazhdu pushtetin, s'mundesh me kalu te Allahu Xhelal pa dhënë llogari për çdo imësir të qeverisë tonë. Edhe andaj, Islami e mëson secilin musliman, e sidomos pushtetarin, që të nëse ki pushtet me i kalue interpelancat e parlamentit ose protestat e popullit, ti s'mundesh me kalu pa dhënë llogari për Allahu Xhelal. Edhe andaj, kush e merr pushtetin, e merr përgjegjësinë, jo beneficione sikur se ndodh sot. Kjo është këndvështrimi islam, i cili dallon për asaj që sot nënkuptohet në politikë. E tani, kur një pushtetar e merr pushtetin dhe nuk e jep hakun, ti duhesh me lip hakun tanë edhe me luftu për drejtën tonë. Mirë po, nëse nuk mundesh ti me arrit hakun tanë nga pushtetari zullumqar, atër e lipi Allahu Xhelal. Edhe Allahu ka me e marr hakun tanë nga i pushtetar, ashtu si çdo madhni e tij subhanahu teala. Andaj, nëse duam ta zhvillojmë shoqërinë, ne duhet i kryjmë detyrat tona ndaj pushtetit. E nëse pushteti nuk i kryen detyrat e veta ndaj neve, atëherë na kërkojmë pe Allahu që Allahu na e jep hakun ton, ose duke e përmirësuar atë pushtet, ose duke e zëvendësuar atë pushtet me pushtet më të mirë. Edhe kjo është rregull i jetës. Na do të munis nga obligimet tona. Kryej obligimet tuaja ndaj qeverisë, ndaj pushtetit, ndaj lagjes, ndaj shoqërisë, edhe kërkoje pastaj hakun tan. Mos rri indiferent. Se çka ndodh kur pushteti është i korruptuar, fillon edhe populli të korruptohet. Pushteti bën hile, edhe populli bën hile. Atë kur këta dy shtresa bëjnë hile, shkon shteti të u shkatërru. Nëse pushteti bën hile, ti e kryen obligimin tan ndaj pushtetit dhe kërkon hakun tan, ti ke ndikuar që më u përmirësu pushteti ose më u zëvendësu. Nëse rrin indiferent, nuk e lip hakun tan, nuk rregullohet jeta e shoqërisë. Nëse ti për shkak hiles së pushtetit bosh edhe ti hilegjist si pushteti, atëherë edhe ti, edhe pushteti, edhe shteti shkatërrohen edhe shkojnë te poshtë. Këto janë mësimet në aspektin gjyqësor. Inshallah taala në dersën e ardhshëm vazhdojmë në disa rregulla fikore që dalin nga ky hadith, që pastaj dalim te mësimet e porosit që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ne aprofundojmë me zgjidhjen e sotit duke lutur Allahun, Allahu të na jap ditë të dobishme dhe vepra të mira,
në hap sinqerit në fjalë dhe vepra dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të thuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.